Konflikti që ka nisur tashmë në lindjen e mesme do të sjellë një rritje të mëtejshme të çmimit të karburanteve. Grupi parlamentar i Partisë së Lirisë depozitoi sot projektligjin për uljen e çmimit të karburanteve, sepse jemi përpara një situate të ngjashme me atë të vitit 2022, kur nisi lufta në Ukrainë që solli si pasojë edhe rritjen e çmimit të karburanteve dhe rrjedhimisht të gjithë mallrave të konsumit. Grupi parlamentar i Partisë së Lirisë depozitoi zyrtarisht në kryesinë e Kuvendit projektligjin për pezullimin deri në mars të vitit 2028 të aplikimit të taksës së qarkullimit dhe taksës së karbonit si një mjet për zbutjen e rritjes së çmimit tepër të lartë të naftës me fokus ndihmesën